Nuk ka më mirë se sa i sy i cili nuk shyer veç sa halal. Nuk ka më mirë se sa i vesh i cili nuk dëgjon veç sa halal. Nuk ka më mirë se sa i gjuhë e cila flet halal, han halal. Jetu këshyr telefonë del një haram, e sheh syni, edhe hjek. Ose jetu i gra veturës tane, edhe e kthen kryt, sheh haram, e kthen kryt nena. Domethënë, qysh jetu pa e sheh pajkiri, e largon shikimin. Në këta nuk ka të keqe musliman, kjo nuk është haram. Kur është haram? Kur ti e ke pa, edhe kur e ke kthy apet me këshyr 2 herë që atëherë, çaj është haram. Domethënë, pse jetu këshyr te telefonin, edhe të ka dalë një haram, e ke hjek. Ose jetu i gra veturës tane, e ke pa një haram, e ke largu shikimin. Nuk ka haram për ty, nuk e bë haram, s'ke bë gjuna hala. Kur të kthehesh edhe një herë, çaj është haram. Por çata i ka thënë Muhamedi alayhi salam Aliut radiallahu anhu, ka thënë shikimi i parë është i jote, domethënë nuk dëmton kurrë. Shikimi i dytë është haram. Ka mundësi që ta zënsh synin në haram, e largon shikimin, audhu billah, largon shikimin, astaghfirullah, nuk këshyr ma, ama bani u ktheve këshyr një herë, ajo është haram. Po folën për gjana që kanë haram në bazë më pa. E qysh është puna, musliman me do të ri që i koqitën telefonit, i koqitën gjanave, e këshyren jo shikim, e 1, e 2, e 3, e 10, e sahat harame. E lusëm Allahun azza wa jall, mi rujt të ton për shikime haram. E lusëm Allahun azza wa jall, mi pastru sytë e muslimanëve për shikimit haram. Nuk ka më mirë se sa i sy i cili nuk shyer veç sa halal. Nuk ka më mirë se sa i vesh i cili nuk dëgjon veç sa halal. Nuk ka më mirë se sa i gjuhë e cila flet halal, han halal. E lusëm Allahun azza wa jall mi pastru vetat tona. E lusëm Allahun azza wa jall mi rujt për haram.